Të dashur shqiptar, çfarë ndodh me njeriu kur vdes? Se është më mirë të vdesësh se sa të jesh I gjallë dhe të jesh gomar. Po them me sinqeritet plot. Tani, në shumë filmat e mi e kam thënë që shqiptarët I ngatrojnë fjalët. Marrin nga italishtja fjalën çedere, që do të thotë lëshoj pe, hap rrugën, dhe ngatrojnë me fjalën çaloj. Dhe fjala çedere tashti, çadoj, përdoret nga gazetarët si çaloj. Dhe kjo është regjistruar në televizion. Unë kam thënë disa herë, prap gazetarët shqiptarë përdorin gabim këtë fjalë. Po sikur të gjitha fjalët e shqipes të jenë krijuar kështu, në mënyrë të gabuar, nga njerëz koktrash, gomar. Dhe pse e them këtë? Po shikoja një dokument për qytetin Antigonea. Gjirokastra e dikurshme e shkatruar nga trupat romake. Dhe shqiptarët thonë që ky është qytet shqiptar, ndërkohë që autorët e lashtë thonë ky është qytet grek. Dhe do shikojmë në një film tjetër. Dhe thonë që në shekullin e 6 e rëson, slavët futen në Epir dhe shkatrojnë kishën paleokristiane, e cila ishte formuar në një formë trekonçash. Do të thotë trekonça, e kërkoj unë dhe më dalin 3 gjysmë radh. Ishte hyrja për në kishë, vendi shenjtë. Dhe konça do të thotë në gjuhën helene guack. 3 guackat në formën e kryqit. Dhe kjo shkatrohet nga slavët. Pastaj ndërtohet më vonë një qytet tjetër nga Bizanti që e merr këtë nga slavët. Dhe ky vend quhet Argjirokastro, është emri I Gjirokastrës sot. Është emër helen gjithashtu. Ka kuptimin kështjella prej argjendi. Por Antigonea mbetet e varrosur për herë dhe është gjetur nga Dhimosthenë Budhina. Arkeolog I cili të gjithë veprën e tij disa dhjetra vjeçare ja fal Neritan Cekës dhe Neritan Ceka e ka nxjerr Antigonën si qytet shqiptar, është qytet grek, të dashur shqiptar. Do ta shikojmë këtë në një film tjetër. Pra, është gjetur kështjella e shkatruar nga trupat romake dhe është gjetur më vonë pastaj kisha me këto 3 konçat, me këto 3 guackat, që në shqip quhet kunga. Por quhet gabimisht kunga. Dhe tani Neritan Ceka thotë që kjo është shqiptare, kjo është kishë greke të dashur shqiptar, e ndërtuar me gurët e tempujve pagan. E pabesueshme. Dhe ka shumë mundësi që muret rrethuese të jenë shkatruar jo nga romakët, por nga kristianët, sepse e njëjta gjë ka ndodhur në Bylis. Janë shkatruar muret e Bylisit dhe janë ndërtuar 5 kisha paleokristiane. Po ashtu janë përdorur statujat e Apollos dhe të Afroditës të shkrira në fura si gëlqere. Nga kristianët. Pra nuk janë slavët që kanë shkatruar këto qytetrimet e lashta, janë kristianët vetë. Kanë shkatruar tempuj të pagan dhe kanë ndërtuar kisha kristiane. Dhe tani, këto 3 gungat, 3 guackat që formojnë kryqin, hyrjen për në kish, vendin e shenjtë, quhen trikonça në gjuhën latine. Dhe kjo është në gjuhën italiane gjithashtu, konka. Tani në gjuhën arbreshe kjo është konga, por nga italishtja. Në gjuhën e buzukut kjo është konka, trikonkat, nga gjuha latine, drejt përse drejti, jo nga italishtja. Dhe tani latinishtja merr këtë nga greqishtja, konça I thon guackës. Me 3 guacka ishte me 3 gjysmë radh në formën e kryqit. Hyrja për në kish. Ndërsa fjala shqipe kungoj ka ardhur nga komunikare. Komunikoj. Dhe kështu është edhe në gjuhën e arbreshve. Pra shqiptarët kanë ngatruar fjalën kungoj me fjalën kongë në gjuhën e arbreshëve, që është kunga. Domethënë, shqiptarët nuk kuptojnë arbërisht. Këtë kam gjetur unë. Kaq të trash janë shqiptarët.
Domethënë ti je shqiptar do të thotë që mos kuptosh edhe gjuhën e gjyshëve tanë të shekullit të 15, por harroi lirët dhe harroi pellazgët. Domethënë ti s'kupton arbërisht, o shqiptari. Edhe një herë, duhet mbledhur kongresi drejt shkrimit dhe fjala kungë duhet shkruar konga, sepse ashtu shkruhet në gjuhën arbëreshe dhe ashtu shqiptohet konga. Kungë është e gabuar. Dhe fjala kungë lidhet me kungoj në latinisht komunikare, domethënë të kungosh dikë. Kështu është në të gjitha gjuhat bija të latinishtes. Këtë zbulim të jashtëzakonshëm nuk do ta kisha bërë kurrë, sikur mos kisha zbuluar që pikërisht Antigonea është qytet grek. Vjen nga Antigonis, që do të thotë përkundrejt familjes, përkundrejt lindjes. Dhe kjo fjalë është shpjeguar gabim në Wikipedia. Këtë qytet nuk e ka ngritur Piro. Këtë qytet e ka ngritur Antigonus Gonatas i dytë. Mbreti i Maqedonisë. Generali Aleksandrit Madh. Të dashur shqiptar, do ta shikojmë këtë film për Antigonën, sepse është shumë i rëndësishëm. Në Wikipedia ka gabime nga vetë grekët, sepse vetë grekët mendonin që ishte ky qyteti Piros. Jo. Unë kam lexuar të gjithë autorët antik në origjinal dhe e di me siguri që ky qytet Antigonea është ngritur nga generali i Aleksandrit Madh. Përpara se sa të lindte Piro, të dashur shqiptar. Dhe mban emrin e generalit Maqedonas, Antigonas. Ky ishte emri i tij dhe ky ishte emri i qytetit që ngriti ai. Në fakt, grekët vetëm ndryshonin emrat e qyteteve të mëparshme, sepse të gjitha qytetet e Ilirisë janë qytete të ngritura me gur ciklopik. Dhe grekët vetëm sa ndronin emrat. Dhe do ta shikojmë në filma të tjerë që vetë emri Antigonis është në një qytet tjetër në Bithynia dhe më vonë ky ndrohet prapë në Nikea. Pra grekët ndronin vazhdimisht emrat e qyteteve, nga ilire, nga prygase në greke. I pushtonin ato dhe vinin emra grek. Por emri Antigonos është grek, që ta dini. Unë nuk po them që kështjella është greke, kështjella është shumë e lashtë, me mure ciklopik, si të gjitha kështjellat e tjera të lashta ilire. Pra, përfundimisht të dashur shqiptar, do të mblidhet kongresi drejt shkrimit urgjentisht, vetëm për fjalën kungë, që duhet shkruar konga, dhe të shqiptohet konga, do të thotë guackë, fjalë për fjalë, gjysmërreth. 3 gjysmëradh, trikonkat ose trigungat. Pra është gabim fjala kungë dhe gungë, është kongë. Dhe ka kuptimin guackë, ose 3 guackat le t'ja vëm. Jam në rregull, është më mirë sa fjala greke. Ju falenderit për vëmendjen dhe ju lutem, bëhuni pjesë e akademisë sonë, sepse është akademia më e bukur në botë. Ju falenderit dhe mirëpafshim në filma të tjerë shkencor. Dua të them vetëm një gjë, jam bërë kaq i zoti, sa që nuk i redaktoj më filmat fare. Siç i regjistroj me telefon, ashtu i nxjerr. Të përkryer. Jam gjigant. Jam i paritshëm. Mirëpafshim.